leximi i Kuranit, praktikimi i Kuranit. Zoti thotë në Kur'an hudal lil muttaqin, ky Kur'an është udhëzues për bamirësit. Andaj duhet bëjmë bamirësi. Sadakaja është e preferueshme çdo ditë. Mjafton një bukë, 50 cent, 1 euro, sa do që të është. Mja dhon një nevojtari. Mjafton një kokër hurme ose një paket hurme, ta shpërndash. Ta pastrosh xhamin. Nëse je muezin, ta thirrës ezanin. Nëse je davetxhi ose thirrës islam ose imam ose hoxh, ti shtosh ligjëratat më shumë dhe të përhapësh edukim pozitiv kudo. Pastaj, vizita e familjarëve në iftare, shpeshtimi i vizitave familjare. Pra vizita të cilat në ato vizita mësojnë rreth njëri tjetrit dhe bisedojnë biseda produktive. Kur them biseda produktive, ja kujtojnë njëri tjetrit këtë botë, ja kujtojnë njëri tjetrit veprat e mira që t'i shtojnë ato veprat mira, sepse jeta po kalon shpejt, koha po kalon shpejt, dhe ja kujton namazin, ja kujton sadakan, ja kujton buzëqeshjen, ja kujton largimin një therrë së pengese nga rruga, ose bisedojnë për gjëra të bereqetshme, për gjëra që janë të mira. Pastaj këshillohet që në këtë muaj pra të bëhet dhikr sa më shumë, subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, sa më shpesh të themi. Pastaj istighfari i shpesht. Astaghfirullah wa atubu ilej, astaghfirullah wa atubu ilej. Pra, kërkim falja sa më shumë. Pastaj falënderim sa më shumë, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. La in shakartum la azidannakum, do të jeni pe falënderuesve kom jam shtut miran. Në këtë muaj të Ramazanit është dhe një namaz që quhet namazi i teravive, që i ka 20 rekate, edhe që është salatul vitri 3 rekate, 23 gjithsej. Nuk bën të nxitohesh në teravi, por edhe ta tepërsh tepër nuk bën. Pra të falet një falje mesatare, po as të nxitoheni, por edhe jo ta teproni gjatë e gjatë. Sepse mund të ketë moshuar ose mund të ketë njerëz në brez shtyrë që nuk e përballojnë qëndrimin gjatë në këmbë, ose nevojat e tyre fiziologjike. Pastaj tjetra është namazi i natës, preferohet në tretën e natës këtë Ramazan, po ashtu. Qiyamul lejli është i preferueshëm, është shumë mirë me fal namaz natë. Preferohet sadakoja, pra sadakoja në xhami, sadakoja me fëmijë, me të vjetër, me të moshuar, për shembull me gëzu fëmin, ti gëzosh fëmijët ose të moshuarit, është një shpërblim shumë i madh nga ana e Allahut te berekohet.